apo ka një pozitë funksionale, politike, shtetërore apo shoqërore më të lartë. Dhe duhet të bëjmë një diferencim. Ky diferencim duhet marrë parasysh që mos ngarkohen dhe mos të dëshkohen më shumë se niveli arsyeshëm personat që janë vulnerabël në këtë proces. Personat të cilët janë të targetuarit për t'u blerë votën. Pra duhet të bëjmë këtë diferencim. Për sa i përket pyetjes së dytë, përdorimi i teknologjisë apo rrjeteve sociale, kjo vepra penale është e njëjta. Këto janë thjesht mjete se si personat caktuar i kryen vepra penale. Nuk mendojmë që ka nevojë për ndryshim ligjor në këtë pjesë, pasi është një ndër mënyrat. Nuk është me mënyrat e zakonshme, është me anë të teknologjisë. Efekti penal është i njëjtë, dhe shkelja penale është e njëjtë. Okay. Zoti Medi, Zoti Mediu ka fjalën për përpyetjes. Zoti drejtuesi i prokurisë së posaçme, ky komision ad hoc i reformës zgjedhore është ndërtuar kryesisht bazuar mbi gjetjet e raportit OSBE Odirit dhe rekomandimeve të tij. Meqense keni marrë përsipër, domethënë që keni raport task forces për ta prezantuar, pyetja ime e parë është, a keni bërë një vlerësim të raportit OSBE Odirit për ta bërë pjesë të gjykimeve tuaja të përbashkëta dhe sa në perspektivë do ky raport do të ndikojë në angazhimin tuaj për procedimin penal për subjekte që kryejnë krime zgjedhore. E them këtë edhe për faktin sepse në qoftë se do të lexohet me vëmendje raporti OSBE Odirit, në të ka indicie apo dhe bazë logjike për procedim penal, qoftë për subjekte penale, qoftë edhe për vepra penale të cilat i mbulon institucioni juaj prokuria e posaçme. Dhe a ka bazuar në qoftë se keni bërë këtë vlerësim të raportit të OSBE Odirit ndonjë veprim nga ana e SPAK-ut për të ecur për gjetjen e krimeve zgjedhore bazuar mbi këto raportime të cilat fillojnë që nga nivelet më të larta të qeverisë edhe deri tek ajo që ju me drejtë ngrini, do të thënë subjekte zgjedhore të cilët bëjnë manipulimin e zgjedhjeve nëpërmjet blerjes votës. Ky raport përfundimtar bazohet në raportet e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, raportet e Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, edhe raportet e Parlamentit Evropian, të cilët kanë qenë vëzhgues zgjedhor në terren gjatë procesit zgjedhor. Pra janë fakte të mbledhura prej tyre, nuk janë thjesht supozime. Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë lidhet me atë shqetësim që ju e ngrini me të drejtë. Domethënë thjesht në këtë histori tonë zgjedhore, më tepër ndëshkohet ai që është qytetari vulnerabël, qytetari i thjesht, se sa tentohet shkohet tek ata që kanë nxitur krimin zgjedhor. Krimi zgjedhor nuk mund të jetë një krim i cili kryhet pa bashkëpunim. Dhe ky krim zgjedhor në bashkëpunim fillon me subjektin politik përkatës, me kandidatin përkatës, me atë që është dorëzani për të blerë votat apo të intimiduar votuesin dhe përfundon pastaj tek qytetari i thjeshtë. A ka në një procedim që mund të ketë bërë deri tani institucioni juaj që nga qytetari i thjeshtë të jetë tentuar se kush është bashkëpunimi për të goditur pikërisht elementin dhe subjektin politik apo kandidatin zgjedhor. Sepse ajo që shikojmë, më falni se po e zgjata, po për ta shpjeguar, është që targetojmë qytetarin e thjeshtë dhe ata që zgjidhen deputet apo subjekti zgjedhor, ose gëzojnë pushtetin, ose gëzojnë dhe nderin në kuvendin e Shqipërisë duke folur, do thënë, dhe deklamuar sikur çdo gjë është perfekte në një shoqëri ku problemet zgjedhore janë jashtëzakonisht problematike dhe krimi zgjedhor është evident. Faleminderit për pyetjet. Lidhur me pyetjen e parë, për sa i përket gjetjeve të raportit të OSBE Odirit, patjetër ky raport është bërë pjesë e analizës son për sa i përket krimeve zgjedhore. Për sa i përket pjesës që lidhet me kompetencën tonë, po jo me pjesë të tjera që mund të jenë me institucione të tjera, po natyrë jo penale, por administrative. Por do të kuptojmë që raporti nuk është një provë në kuptimin e ligjit procedural penal. Ai raport në fundit është një opinion i vëzhguesve një institucioni që ka një opinion se si ka funksionuar procesi zgjedhor. Në këtë kuptim,
nuk mund të përdoret si provë në vetvete për të provuar një fakt penal. Por raporti nga ana jonë është një dokument shumë i vlefshëm që ne të kuptojmë se si është situata në teren, se kush janë risjet dhe kush janë fenomenet shqetësuese që janë të pranishme në periudhën zgjedhore dhe që ndikojnë zgjedhjet. Për sa i përket pyetjes së dytë, në çdo rast hetimi jo vetëm për këto çështje, por edhe për çdo çështje tjetër penale duhet të jetë i plot. Kështu që edhe për krimin zgjedhor nuk mund të bëj përjashtim. Prokurori dhe grupi i hetimit ka detyrimin jo vetëm të hetoj personin që ka marrë apo ka dhënë parat, por edhe për persona të tjerë, bashkëpunëtorë të mundshëm apo persona financues apo përfitues. Rezultati pastaj është një rezultat që vjen nga ekzistenca ose jo e provave në proces penal. I nderuar zoti drejtues, kur përmenda raportin e OSBE-Odirit, natyrisht nuk flas vetëm për opinione. Por raporti OSBE-Odirit ka parashtruar disa fakte të krimeve zgjedhore, të cilat janë evidente. Po i marrë që nivelin më të lartë qeverisë, për sa i përket faljes gjobave apo edhe përdorimin të parave të buxhetit, njësimin e shtetit me partinë politike. Dhe ky është një krim zgjedhor, nuk është thjesht domethënë një opinion. Po ashtu edhe element tjerë të cilët domethënë ata i kanë parashtruar në raport. Ideja ime është, nëse këto nuk janë fakte të cilat domethënë realisht mund të përbëjnë një provë konkrete, por një indicie e përbëjnë në një lloj mënyre apo jo, për të filluar një lloj hetimi, se po flas më tepër interesi tek parandalimi sesa tek ndëshkimi. Prandaj do të desha që të dija nëse nga institucioni juaj, ky raport i Odirit në element që ai ka parashtruar për sa i përket problemeve dhe krimeve zgjedhore, ka shërbyer si një bazë për të parë një logjik procedim penal apo për të sugjeruar edhe ndryshime që duhet bëjmë ne në këtë kuadër reforme apo edhe ju si task force për të parandaluar krimet zgjedhore. Unë edhe përmenda, për ne raporti në fjalë nuk është fakt dhe nuk është provë në vetvete, por është një interpretim mbi fakte. Në një dokument i tillë si raporti nuk mund të përdoret si provë në proces gjyqësor. Nuk është përdorur raporti për të filluar në çështje penale të re, por raporti është i rëndësishëm për ne për të kuptuar më mirë fenomenin e krimit zgjedhor dhe për të planifikuar më mirë situatën në të ardhmen. Faleminderit. Përpara se jap fjalën zotit Mazniku, një qartësim se këtu merret e mirëqen fakti që qeveria mund marrë një vendimarrje që afekton popullatën dhe që mund të jetë diskutueshme në lidhje me ndalimet e kodit zgjedhor nuk përbën vepër penale. Nuk ka parashikuar një vepër penale që pse qeveria rriti pensionet megjithse kjo mund të krijojë avantazhe elektorale. Këto hyn në domenin politik. Kështu që të lutem shumë, mos krijojmë ndalimet në kod zgjedhor, jo automatikisht janë vepra penale. Se për shembull thyrja heshte zgjedhore, çfarë është vepër penale? Pra, domethënë bëjmë kujdes me këto, po i kanë zotë Maznik. Jo, se merret e mirëqen. Jo, se këtë është një gjë që kemi diskutuar vetë në kod. Ndalimet në kodin zgjedhor, jo domosdoshmëri janë vepra penale. Kaq, jo më kaq është parimore, kam parim këtë. E kam si një njohës modestit drejtës elektorale, kaq, zoti Mazniku. Se më adresova. E para njerë nuk t'u adresova atyja, okay? E dyta, në qoftë se ka një ndalim ligjor dhe shkelje ligji, padyshim që shkelje ligji. Dakor? Ore dhe njerë, nuk po hy në detajnë konkret. Në detajnë konkret hyn ai që është specialist dhe as thjesht unë nuk kemi as prokuror as gjyqtar në këtë rast. Edhe nuk mund gjykosh domethënë në atë çka them. Për sa kohë raporti i Odirit dhe ka parashikuar si një veprim të palishëm, unë kam drejt ta ngrej këtë shqetësim dhe shikoj si mund ta ndaloj. Raporti i Odirit nuk ka thënë që është veprim i palishëm. Raporti i Odirit ka thënë duhet qartësuar në kod zgjedhor dhe ka natyrë ndalimesh, të cilat nuk përbëjnë vepra penale. Janë të karakterit etik, moral, administrativ dhe ato e gjykon qytetari. Megjithatë edhe zoti Mazniku s'është debat kjo. Mos e pranoj vetëm. Ne që kemi bërë ndalim nuk e kemi parashikuar vepra penale, kaq. Zoti Mazniku. Ju dy do i varim apo? I nderuar zoti drejtuesi prokurisë posaçme,